Google i t'jep mundësinë të shikosh se çfarë duan të dinë njerëzit në lidhje me emrin tim. Kur shkruan emrin Agron Shehal, pastaj Google i të sugjeron në bazë të kërkimeve që janë bërë në të kaluarën. Dhe ne tani duhet që t'ju japim përgjigje, gjithmonë nëse arrit. Ai këtë e kanë gjithë e kam bërë stile. Unë e di të përbën vështirësi, por unë nuk dorëzojmë edhe ja do. Pyetja e parë ka të bëjë me pasurinë. Sa i pasur jam? Le të themi që nuk jam bilioner, por jam mjaftueshëm i pasur për mos të vjedhur para të qytetarëve shqiptarë dhe sidomos për mos të ushitur tek oligarkët. Pyetja e dytë është familja. Jam i martuar, kam 3 fëmijë, një djalë 11 vjeç që luan futboll, i dyti që luan kitarën dhe vajza e vogël 6 vjeçe që vdes ti nxi jetën 2 të mëdhenjve, por ndonjëherë kur i del koha, i pëlqen të luajë edhe piano. Pyetja e tretë është biografia. Shumë të thjeshtë. Kam ikur nga Vlora në moshën 13 vjeçare, kam emigruar në Itali. Në Itali kam jetuar dhe kam mbaruar shkollën në Universitetin e Firenzes. Pastaj pas shkollës së lartë kam krijuar disa biznese midis Shqipërisë dhe Italisë. Kjo është biografia në 10 sekonda. Faleminderit.